Rikthehemi në Living Day, sot bisedojmë me Albano Bogdo dhe kemi titulluar këtë emision e qeshura serioze e Albano Bogdos. Sa titulli thellë. Albano, je gati për quizin? Është gazmar. Inshallah fitoj në një gjë. Fitoj një të këtë quizja. Do ta shohim në fund. Do të na ndihmojë edhe regjia me pamjet. Quizi është që ne të kuptojmë kolegun tënd të preferuar. Dakor. Kolegu i të preferuar është Jul Deda apo Ermal Mamaci? Juli, pavarësisht se nuk flas më me të edhe nuk kam asnjë lloj marrëdhënie ndërpersonale, po konsistenca që ka treguar ndër vite më bën ta kem të preferuar në krahasim me Ermalin, pavarësisht se me Ermalin kam pasur kimi më të mirë, me Julin kam pasur longevity, kam pasur jetëgjatësi më të madhe dhe kemi mësuar të punojmë me njëri tjetrin edhe kur nuk na punoi, dhe kur kemi qenë sëmurë, dhe kur kemi qenë të lodhur, dhe kur s'kemi pas asgjë për të thënë. Me Ermalin kam punuar shumë pak, një vit e gjysmë dhe pastaj iku nga 2 X-leja dhe një vit e gjysmë është kollaj të bësh, se kalon shumë shpejt. Sa me Julin kam punuar 14 vjet, 13 vjet, 14 vjet edhe mësuam, farkëtuam veten që të punonim mirë me njëri tjetrin edhe të ndihmonim dhe të tjerët që vinin të rinj. Kështu që pa pikë diskutimi Juli, pavarësisht se si kam marrëdhënie sot me nuk kam asnjë lloj marrëdhënie. Po pse nuk ke marrëdhënie me Julin? Se nuk më do qefi të do jap llogari juve. Dakor, ke të drejtë. Do përgjigjesh, nuk do nuk përgjigjesh. Uroj ti përgjigjesh pyetjes tjetër. Genzenelaj apo Visianu Kcenaj? Visianu Kcenaj, pa pikë diskutimi, është nga ne të rinj, se këta Juli, Gendi, Ermali hyn tek një brez përpara. Jo të vjetit, po një brez përpara nesh. Nga ne të rinj, Visiani është absolutisht më i miri. Është ndoshta, jo ndoshta, në disa gjëra është shumë i mirë dhe se mua. Në cilat gjëra? Ka aftësi disiplinore shumë më të larta se unë. Dy jemi të talentuar, po unë jam kaos dhe në kaos triumfoj, I thrive in chaos, i tonë Amerikan. Visiani është tmerrsisht i disiplinuar dhe ka aftësinë të hyjë te kaosi im dhe të dalë te kaosi im. Unë kam shumë të vështirë, duhet të punoj mirë me veten që të hyj dhe të dalë te disiplina e Visianit. Andrea Vreto apo Eglen Lakoni? Andrea Vreto. Nuk e dëgjova fare emrin e dytë. Kush ishte Egi? Egi. Egin e kam xhan e dua fort, po nuk kam Andrea kam nga të preferuarit e mi, e kam pasur gjithmonë si vëlla të vogël. Jo për aftësitë e tij aktoriale, po për njeriu që është. Andrea është i talentuar, por i ka munguar kurajo gjithmonë në skenë. Si që ka munguar dhe Egi në fillim. Egi fitoi kurajon edhe filloi shpërthente, pastaj pak nga pak u bë super famoz. Andrea u bë famoz duke ndonjëri heshtur. Po, problemi ka qenë ky, nuk mori dot kur kurajo të filloi të fliste idetë e tij, edhe kështu ndjej i mbytur Juli aty, unë, tjetri, dhe zgjodhi këtë rrugën e heshtur gjithmonë në karrierë. Po është me këtë heshtjen, fitoj më shumë se disa të tjerë që s'po i përmend që flisnin dhe nuk thoshin asgjë. Fitoj shumë. Por, pse e kam më të preferuar, të thash, jo për aftësitë e tij aktoriale, për djalin që është nga njerëzit më të mirë që kam punuar në jetën time. Gjoda apo Erblim Bajko? Kjo është zgjedhje shumë e vështirë për mua, sepse i kam të dy shokë që në akademi, Erblini ka qenë një vit poshtë nesh, Gjodën e kam pas në klasë 4 vjeç, edhe me Gjodën shumë pak kam punuar, në një shumë pak të 2 X-leja, po kam punuar 4 vjet në akademi edhe kemi qenë shumë shok në akademi. Unë jetoja në Konvikt atëherë dhe Gjoda më ftonte her pas here për darkë në shtëpi, mbaj më në shkoja, kishte mamaja e Gjodës çoi na gatuan dhe kështu na bënte. Që i thoshte viku shoku nga rrethet, jeton në Konvikt, çoj bëj sa më shumë gjëra se këta. Vjen shoku nga Saranda. Jo më në Saranda, vjen nga Konvikt, s'ka në mes, bëj një gjë të mirë. Po, edhe kemi kaluar shumë mirë në shkollë. Kështu që nuk i ndaj dot. Po do t'i ndash? I ndaj. Ndaj. Okej, Gjoda. Gjoda. Behar Mera apo Erand Sojli? Kë ke të preferuar? Shko, është no-brainer Beharin, absolutisht, kemi një kimi kështu absolute me Beharin, jam kënaqur. Skeqet që kam bërë me Beharin e Klanifornia, zgjasin nga 2 orë për të xhiruar, ke Altinin, regjisorin tënd, Altini kemi pas regjisor aty, Altini diçka hequr montazh, sepse sa fliste Behari qeshja unë, 10 minuta, nuk kaloj dot. Sa fliste unë qeshte Behari, pastaj 10 minuta. Po të qeshura, të sinqerta me lot, se vetëm improvizonim. Por, nga ana me Erandin, kemi punuar aq fort dhe aq shumë, ka qenë një periudhë jo shumë e mirë për 2 X-lën, e riformatuam nga apartamenti 2 X-lë, e bëm Grand Hotel 2 X-lë dhe Erandi dha një kontribut jashtëzakonshëm
që u rikthyem back on track profesorin e famshëm që i kam bërë unë, e ka krijuar Erandi si karakter. Jo si karakter kam krijuar, Erandi më dha blueprintin, më dha skenarin, më dha idenë si ta kështu. Për kimi aktoriale, Behari, pa pik diskutimi. Për bashkëpunim intensiv, Erandi. Nuk di si t'i ndaj tash, më vërtet sa zgjedhje kështu. Nga ana njerëzore, i dua të dy njësoj, janë njëri mimi se tjetri. Olsi Bylyku dhe Bes Kallaku. Unë me Besin s'kam punuar asnjëherë. Besin e kam pasur vetëm kryeplak të ferma. Ndërsa Olsi është një djalë shumë i mirë, shumë i përzemërt, edhe i talentuar deri diku. Ka ato limitet e vetë, ngacmojnë. E kuptova, që kishte një mesazh pas fjalisë. Ngacmojnë. Ai e kuptoi. Olsi, për moshën që ka pasur, ka qenë te Portokallia, të bësh më i famshëm Portokallis, ishte kështu, ishte... Më ngacmonin mua këta të dy Xlea, se unë isha atëre kështu, si the next big thing, e më thoshin, doli ky riu ta që ta kaloj. Ma kaloj ky mua, e thosh, më po se solli ditat punoj me ne. E solli? Ja pyet e mere në ditë intervistoj, kush më ja po Alban më thoj. Po, kur ta kem në studio, do ja bëj pyetjen patjetër. Po të video unë të më shoj mua në syt, ma thot mua në syt. Drejt për drejt. Kemi dhe një tjetër foto. Florian Binaj, Gaz Paja. Unë Gazin e njoh personalisht, ndërsa Florin, me gjithë çudin që mund të keni, nuk e kam takuar asnjëherë në jetën time. Tirana kaq, Shqipëria kaq, sinqerisht. Edhe rrethet e aktorëve janë të njëjta dhe ambientet që frekuentojnë kryesisht. Si aktor, të them të vërtet më pëlqen më shumë Gazi. Sinqerisht. Është çështje gustosh. Po, Flor Binaj Edi Rama? Çfarë ishte kjo? Pyetje. Më pëlqen më shumë Flor Bina apo Edi Rama? 1000 herë Flor Bina. Si politikan apo? Jo, si njeri. Ti pyete si politikan. Dhe si politikan 1000 herë më mirë Flor Bina. Unë bëra një pyetje. 1000 herë më mirë Flor Binaj. Sa do politikani keq tjetë, të paktën është artist. Do thua Edi Rama ka qenë artist. Nuk e di çfarë lloj artisti helmuar është që na ka dandisi kështu, po besoj me shpirt që Florin ta bësh kryetar bashkie ose kryeministër nuk ka për të paktën 2 gjëra të mira do i bëj. Mendoj unë. Po, për mendimin një njeri që ka bërë njerëzit 15-16 vjet për të qeshur, nuk ka mundësi të jetë më i ligë se Rama. E mbyllim këtë ciklin e pyetjes për aktorët. Ke patur mundësinë që të jesh në spektakle të ndryshme, në programe të ndryshme, krah 2 motrave, Marina dhe Luana. Marina, ja kam thënë në sy, ja kam thënë Luanës në sy. Luana më zë, shiko, me të dyja kam kaluar shumë mirë. Dhe, por, pse Marina, ta shpjegoj unë, sepse kemi punuar në kohë të Covidit dhe punonim me orare të zgjatura dhe rinim kështu me merak. Ka qenë në kohë të Covidit u mbyll çdo gjë. Ne punonim me Klanifornia dhe xhironim ditë për ditë. Ajo puna në atë presionin e lartë psikologjik. Jo, presion të lartë psikologjik që okej, meraku për veten që mund të zësh Covid, po mund t'ia çosh meraku për të tjerët, për familjarët. Po dhe për veten, ajo çudia që shkonim në punë ditë për ditë dhe rrugët e Tiranës ishin gjitha bosh, vetëm ambulanca, fogona policie, makina policie dhe ne që shkonim bënim humor për të mbajtur sa do pak ndezur atë zjarin e njerëzimit që shiko, okej, kjo është pandemia, kjo është bota, po jeta vazhdon. Dhe kjo gjë na ka lidhur shumë shpirtërisht, ndërsa me Luanën nuk isha takuar asnjëherë, jam takuar për të parë 3-4 ditë para se të filloj ferma dhe patëm një kimi kështu të menjëhershme. Menjëherë u filluam bashkëpunoni mirë dhe kemi qenë, shikonim ndeshjen Shqipëri-Serbi në stadium, edhe bëra një kështu story në Instagram. I thash, ja, motra e preferuar, i thash e zemrës, ata të tregojmë të hënë, që nga kjo e preferuar, ata, ke 2 vjet pa e takuar, përshë e preferuar, i thash është. E kam shoqe para te. Edhe e thua me zë të lartë këtë gjë. Tani, të njëjtat pyetje, për të kuptuar dhe njohur preferencat e tua. Ta sqaroj, se për gocat do një pak të kujdesshëm. Nuk po flas për talentin ose për aftësitë skenike ose për bukurinë. Po pra, për marrëdhënien që ke ndërtuar për një kohë të caktuar dhe ke punuar më gjatë me Marinën. Doli mesazhi shumë i qartë. Si moderator, kë preferon Albano? Besoj këtu e ke më të lehtë edhe përgjigje shpejt e shpejt. I ftuari më tek anjos që ke patur ndonjëherë? Edi Rama. Pse kishte tek apo çfarë tekash kishte? Se lëm do të kaç. Jo çan këto pyetje, jo do të çojmë do ikë, kështu që sa i tha një moment ai Aleksandr Frangaj, po mirë iki tha.
Ik, i tha. A do t'ikësh, ik. Po çan këto pyetje që më bën ky mua? Po pyetje me humor, emision humorisht, a pranove të vish. Po më kishte dërguar pyetje të tjera se dola çik off script un. Nuk ri dot un pa dal off script. Do t'ikësh, ik, i tha. Do të ishte çudi. Do t'ik, i tha, po veten tënde tregon se ky emision humorisht. Ai s'po të nuk është se do gdhënden me shkronjat e arta këto që po të pyet ky. Duke ditur plotësisht miq, ato do gdhendeshin me shkronjat e arta, kështu. E qartë. Kush personazhi i njohur të ka refuzuar për intervistë dhe ndoshta ky është momenti që ti përmendësh emrin. Shiko, kur ndodhi ai incidenti i zonjush Beatrix Ramosaj dhe Albanit, vllajt të saj, që bëra një batutun edhe u bë nami në Shqipëri. Atë batutun ju kam kërkuar ndjes personalisht disa herë dhe kështu, nuk ka kuptim. Filluan të gjithë, po të ti përmend me emra habitësh se sa shumë. Dhe njerëzit që ftohen në emision dhe më vinin, ju puthja duart nga gëzimit, thosha ka akoma njerëz të mirë në këtë botë që nuk janë hipokrit. Merja kolegë me të cilët kam punuar, dhe nuk më hapnin telefonin se e dinin që doja t'i ftoja në emision, kur bëj Albano Show. Njerëz që më merrin nga 20 herë në telefon në ditë ose në muaj, jo kolegë, por për shembull prezantuese, këngëtare, tani s'do flas me emra. Nuk t'hapnin telefonin të vinin në emision. Njerëz që s'ket pik vlerësimi, po vetëm se janë të famshëm kanë bërë një këngë ose një film ose një ashtu, hajde në emision, s'hapnin telefonin. Këta që ma hapnin, ju puthja duart, jo tekstualisht, me mendje domethënë, thosha, okej, e kanë kuptuar që është në kontekstin e humorit edhe mbase ka qenë pak më tepër se ç'duhet, po komedia është komedie, nuk duhet kryqëzojmë njerëz tash për batuta. Në qoftë se do të bëju një listë, kam pik turpit i them, po janë ja 400 e ca emra, dhe po i thash me emra, do i them edhe çfarë ju takon t'ju them pastaj, edhe do të bëhet emisioni, ju e keni emision kështu cool, chill. Mos të filloj të çaj njerëz tash. Me familjen Ramosaj ke vendosur një komunikim? Jo. Jo. Por u ke kërkuar ndjes. U kërkova ndjes në televizion, kaq tash komunikimi vendos. Unë tentova të ashtu, ishin mërzitur, nuk donin, okej, dakor. Është drejtë e tyre. Siç ishte drejta ime të bja batut. Cili i ftuar të ka gënjur Albano? Asnjë. Asnjë. Intervista më e bukur që ke bërë? Me Ahmed Kalan. Vërtet? Intervista më e bukur. Sepse Ahmedin e një prej shumë vitesh, edhe ishte edhe një rastësi e çuditshme. E lam në orën 5 për të regjistruar, kishim regjistrim, kur bëja 2984 vjet. Më morin telefon, më tha të kërkoj shumë falje, tha, ka ndodhur një rast vdekje dhe është babai i një shoku tim të ngushtë i cili është në Amerikë, tha. Dhe nuk ka, do shkoj unë në vend të tij, tha. Okej, thash në rregull, e di që nuk më gënjen. I thash do të pres sa të mbarosh varrimin e çan këto. Seriozisht e kem, po të mbarojmë 8 darka se sa të bëhet kjo darka çan këto. Do të pres tash 8 darka se s'kam çfarë bëj se ty të kam. Erdhi shkreti, ishte bërë gjithë lutë se binde dhe shik kështu. U pastrua, ndroi pantallona, ndroi këpucët kështu. Dhe më tha, mos na bën ato pyetjet e sikletshme. Të bëj vllai ty pyetje sikletshme tash me seriozitike. Sa ulmin mbrëma kemi Imam Ahmed Kalan, i thash dëgjoj, pyetja e parë. Po t'ja shikosh reagimin e fytyrës se sa më tha, se jam dhe i lodhur, mos më bën ato pyetje kështu. Jo, i thash, absolutisht pyetje me këmbë tokë. Cilat stile seksuale janë të lejuara? I thash që mos të bëjmë gjuna, mos bëjmë. Dhe si shje kështu më çaj kokë. Dhe imagjinoj, ajo bisedë... Stop, thash me regjistrim, apo se film, po çike këto tha. Po na thuaj tash mos ta dim, mos ta bëjmë gabim. Mos na vrasi Zoti, ta bëjmë për së mbari. Edhe ka shkuar gjithë biseda kështu, me këtë humor. Jo me këtë, po pra me këtë gjendje, me këtë mood. Hoqëm temën nga seksi, po me këtë mood. Po, me këtë gjendje. Nuk doja ta thoja në anglisht edhe thash në shqip. Në këtë humor shkoi e gjithë biseda nga fillimi në fund dhe ti e veçon si një ndër intervistat ose për të poston intervista më e bukur që ka realizuar ndonjëherë. Më ka shijuar më shumë të gjitha. Bukur, një peng, ndoshta një personazh që ke dashur ta kesh përballë, ta intervistosh, por nuk e ke arritur dot. Asnjë. Okej. Kam intervistuar gjithë njerëzit më të rëndësishëm dhe më të famshëm në vend, nuk ka ngel askush pa kështu. Bukur. Personazhi që të ka habitur më shumë për mirë, që nuk e prisje, pasi ke bërë intervistën me të, ke thënë wow, po për mirë. Erion Kristo. Unë nuk e njeh personalisht Erion Kristo. Dhe e njeh nëpërmjet televizionit, dhe në televizion është gjithmonë pak kontroversal, është pak i guximshëm, është çik kështu, ka atë bip-bipin e famshëm.
atë memen, vdiq, bibi, babab, si isha jo, dhe kur e takova dhe folën pak para intervistës, ishte hynte tek njerëzit erudite dhe ishte ashtu është. Ma mu se dia, dhe më ka habitur shumë për mirë, sepse kishte një kapacitet përgjigjeje. Wow! Po personazhi që të ka habitur më shumë për keq? Grida Duma. Erdi, mbaruam intervistën, iku. Kishte makinën aty, solli shoferi makinën, të japi sheveri, thash, njeriu del, zakonisht, kur vinin për kafe, pinim nga i kafe aty të kafja e televizionit. Po. Ika se kam punë, tha. Unë si po prisja të unë e mora një intervistë, pija një kafe. Kjo na iku. Më lash ishe në verës. E fillova pija këshu. I dehur jam. Këmbës më mbajnë nga marazi. Sa i ke kënduar? Edhe i ke kënduar shumë Gridës. A do të bëje diçka ndryshe si moderator? Unë si Albano, njeriu që nuk më pëlqen më shumë në ekran, që se shoh dot me sy fare dhe ka gjithmonë vend për të përmirësuar dhe gjithmonë i bën gjëra gabim jam unë. Kur shikoj veten ndonjëherë kështu them, duhet të rregulloj këtë, kam 1600 gjëra për të rregulluar. Që e di që mund i bëj më mirë, them pse si bëj më mirë dhe filloj përpiqem gjithmonë të i përmirësoj. Ne jemi një biznes që përmirësimi është perpetual, duhet përmirësohesh gjithmonë. I vazhdueshëm. Edhe kusht, është kusht. Sepse është kusht i panegociueshëm. Nëse ri bën 60 vjet e njëjtën gjë, okay, cool. Mund të punosh te nga këto televizionet që e kanë emrin me 17 shkronja të çuditshme, po BKCFD. Kaloj mesazhin. Po puno aty edhe. Pyetje e radhës. Cilin sheh si rival? Moderator. Jo si aktor. Moderator? Të them të vërtetë, unë nuk jam shumë, nuk e quaj veten shumë moderator. Unë jam aktor. Dakor, por edhe ke moderuar, edhe po moderon, pavarësisht se je në petkun e aktorit, por edhe të moderatorit. Nuk e di, mendoj që jam shumë herë në moderim. Unë aktor kam punuar 14 vjet. Moderator kam 3 vjet që punoj, 2 vjet e gjysmë. Moderatori ju t'i preferuar? Në komedi, jo për t'i bërë qefin se punoj me të tash, në komedi moderatori imi i të gjithve, jo vetëm imi, kush ka qenë mimi se Gondaka. Edhe moderonte, edhe bënde 7 roli njëkohësisht. Ndërsa në përgjithësi, kam qenë gjithmonë ma gjepsur mbas Adi Krastës. Krasta. Ndërsa nga femrat më shumë... Nuk e pranoj këtë dhe nuk e besoj që është kështu, do të shkojmë një hapësirë publicitare, po falemderit shumë. Për këtë fëmijëve më çan këto mohabete. Falemderit shumë. Jam e bindur po të ishe në studion tjetër, atë emër do të bëje. Por je i sjellshëm. Falemderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish me Albano Bogdon, e këtë herë do të flasim për familjen.